Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve shëndet. Gjithë banorët janë të kënaqur. Tani normalisht ne për këtë arsye jemi që bëjmë investimet dhe t'i përgjigjemi kërkesave që kanë banorët, kështu që e kuptojmë që ka punë akoma shumë për të bërë. Por ky është një investim që e kanë kërkuar banorët e pallateve këtu. Këtu jemi në lagjen 13 në fakt, edhe pas disa takime me banorët të cilët ngritën shqetësime jo vetëm për kvartallin këtu, por edhe problematika tjera që ka lagja. Ne po bëjmë investimin e sistemimit të kvartallit në lagjen 13. Me ndërmarrjen tonë do të bëjmë dhe disa rregullime trotuarve, vendosjen e ndriçuesve, vendosjen e gjelbrimit, por dhe pastrimin e komplet zonës nga pjesët e ndërtuara pa leje. Me IMT-n kemi bërë disa prishje të cilat na lejuan që të mundsonim kalimin e trotuarit aty dhe pastrimin e tij. Dhe këtu do të vazhdojmë edhe me këto pemët për sistemimin dhe vendosjen e rampave në të dy trotuarët që qytetarët kenë mundësi, qoftë ata që janë me aftësi ndryshe, por edhe qoftë nënat me karroca. Këtë program të ndërhyrjes në kvartalle ne do ta vazhdojmë në të gjithë qytetin e Durrësit. Kemi filluar punën këtu në zonën e plazhit dhe do të vazhdojmë edhe në një kvartall tjetër më tej, ku do të ndjekim për pak punimet. Dhe do të vijojmë pastaj edhe me kërkesa tjera që ka komuniteti, cilat i kemi evidentuar të gjitha dhe kemi bërë një plan masash për ndërhyrje. Ne jemi në dy kvartalle banimi pranë rrotës Kuqe në lagjen 13, kur një në kvartallet që jemi në përfundim sot është Gjiseti 650 m2 dhe kemi investuar në riparimin e asfaltit, në trotuar, në ndriçim. Njëkohësisht kemi edhe kvartallin tjetër që është në punim me sipër, në kantier. Po ku afër? Që jemi total diku të 1800 m2, ndriçim, trotuar dhe ndoshta mund të bëjmë edhe një park lojrash me lulish. Të dyja zonat do jenë të sistemuara me vizim dhe tabela. Do i bëjmë në formë unaze lagjet që mos kemë probleme banorë në hyrje në dalje. Këtu përveç se pjesës së sinjalistikës horizontale, duhet të ketë dhe një prioritet për parkimin e banorëve të komunitetit që janë për rezidentët. Dhe patjetër duhet që rezidentët të kenë prioritet brenda lagjeve të tyre dhe në këtë moment jemi duke bërë një planimetri të gjithë qytetit ku do të evidentojmë gjithë parkingjet që janë brenda lagjeve për t'i vendosur sinjalistikën e rezidentit në mënyrë që të kemë mundësi që ata që banojnë të jenë të parët të cilët parkojnë brenda lagjeve.